Territori shqiptar për datën 15 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 35 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 33 gradë. Peshkopi, 15 deri në 32 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 35 gradë. Durrës, 18 deri në 34 gradë Celsius. Kavaj, 17 deri në 34 gradë. Elbasan, 16 deri në 35 gradë. Berat, 17 deri në 35 gradë Celsius. Korçë, 15 deri në 31 gradë. Vlorë, 18 deri në 34 gradë. Gjirokastër, 16 deri në 36 gradë Celsius. Sarandë, 19 deri në 33 gradë Celsius.